Xhamia e Plumbit në qendër të qytetit të Vlorës do të rikonstruktohet me fondet akorduara nga Turqia. Punimet kanë vonuar të nisin për shkak të një ndryshimi në projekt, ku çatia e xhamisë do të bëhet me plumb dhe jo me tjegulla, si dhe një tjetër shkak ishte ndryshimi i drejtuesve të tikas. Por myftyu i rrethit të Vlorës Ardito Xhallaku thotë se projekti është në rrugën e duhur. Siç e dini edhe ju, ajo është monument kulture i kategorisë A, pra i kategorisë rëndësisë veçantë, dhe pat procesin e saj për miratimin e projektit që u bën nga tika, pra nga Turqia. Pasi u miratua projekti, patëm një problem në projekt. Sipas Ministrisë së Kulturës, ata na kërkuan që ne ta rikonstruktojmë, por ta bëjmë me tjegulla, pjesën e kupolës. Gjë që ne e kundërshtuam sepse ajo që nga emri kuptohet, Xhamia e Plumbit. Ne kërkonim ta bënim me plumb, pasi u konsultua me Institutin e Monumenteve të Kulturës, ram dakord që të bëhet me plumb. Kjo pat një proces të saj, sepse çdo proces zyrtar ka kohën, periudhën e vet, dhe në kohën që ne e miratuam, pra e morëm lejen për ta bërë me plumb, në Turqi ndron drejtuesi i tikës. Me 11 korrik ne kemi marrë miratimin, me 11 korrik u ndrua. Edhe ajo ka procesin e vet. Drejtuesi i komunitetit musliman në Vlorë konfirmon se aktualisht po zhvillohet procesi i tenderimit. Ne sot jemi në fazën e tenderimit. Pra tika ka ardhur në fazën e tenderimit, është siguruar fondi, është kaluar pra fondi për këtë projekt dhe është në fazën e tenderimit. Pra para një jave drejtuesit e tikës këtu nga Tirana i kisha këtu në konsolidimin e fundit që bëm dhe më thanë që jemi në fazën e tenderimit. Tani sa mund të zgjas tenderimi është çështje përsëri procedurale e cila nuk është në dorën time, se ai që ka fondin ai edhe bën procedurat. Sipas Xhallaku do të ketë ndryshime si në pamjen e jashtme, ashtu edhe në ato të brendshme të xhamisë. Pjesa e verandës do të mbulohet me çati dhe do të rrethohet duke ngjasuar me projektin e xhamisë e Tembeut në Tiranë. Do ketë ndryshime, jo shumë të mëdha, por do ketë ndryshime. Do ketë ndryshime edhe nga pamja e jashtme, edhe nga pamja e brendshme. Okay? Tani me detaj nuk mund të flas për arsye se nuk janë shumë gjëra për të folur në detaj, vetëm thjesht duhet t'ju them që pjesa përjashta, pra e verandës, do të mbulohet me çati dhe do të rrethohet me xham. Pra do të jetë e përdorueshme ajo për 12 muajt e vitit, siç është xhamia e Tembeut, ashtu do të bëhet edhe kjo. Dhe ato çfarë do të bëjmë në takimin? Jo, do bëhet pjesë e faltorës, ku pjesën e grave ne mendojmë ta nxjerrim jashtë, që ata të jenë më rahat në njërin anë nga këto dyja, sepse do jenë të mbyllura, në mënyrë që pjesën brenda të xhamisë, hapësirën gjithën, të hapim atë hapësirën. Kati i dytë që është bërë brenda është bërë pas vitit 90 dhe ajo e ka bllokuar bukurinë e kësaj xhamie. Ne duam që ta heqim, që t'i nxjerrim bukurinë në pa. Do bëhen edhe përsëri në bazë të origjinës, do bëhen kaligrafit, shkrimet që ka patur, të paktën do mundohemi të imitojmë originalet që kanë qenë. Duke qenë monument kulture në xhaminë e Plumbit nuk mund të ndërhyet për zgjerimin e saj. Xhamia është, ju e dini shumë mirë, se monumentet e kulturës nuk ndërhyet në strukturë. Për arsye se në momentin që ndërhyjmë në strukturë, ajo e humb atë monument kulture. Dhe kjo tashmë po bën gati 500 vjet në këmbë. Sot për të pas një hapësirë më të madhe për besimtarët, ne nuk mund të humbim vlerën historike. Xhamia e Plumbit në qendër të Vlorës është një ndërtim 500 vjeçar dhe kishte më se të domosdoshëm ndërhyrjen rehabilituese.